Premtimi, Ministri i Arsimit I ka dhënë disa premtime që do të investohet në shkollë profesionale në Komoran dhe në një shkollë në fshatin Fushtic, por të shohim se si do të shkojë. Premtimi 4. Bujqve do të mbuluhet kosto e hartimit të çdo projekti me të cilën aplikojnë për grante në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Nuk është realizuar këto. Premtimi 5. Komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Fjalë do të subvencionoj 50% të çmimit të ujitjes për fermerët. Nuk është realizuar këto. Premtimi 6. Do të rehabilitohet komplet sistemi ujitjes për tokat bujqësore. Nuk është realizuar këto. Premtimi 7. Do të hapet një park I ri I biznesit gjatë vitit 2017 me rreth 80 hektar. Nuk kemi po diçka konkrete këto. Premtimi 8. Në vitin 2017 do të investohen 13 milion euro investime kapitale. Këtë që kemi po me tani përket janë disa premtime të qeverisë se do të investohet në disa rrugë që krejt me mbledh bashkë as 2 milion euro nuk bojnë. Premtimi 9. Qendra zejtare do të ketë hapësirë, gjelbruse, ndriçim publik, parking, veturash, largim të ujrave të zeza, pra edhe ky premtim nuk është realizuar krytar.